Një nxënëse e gjimnazit Remzia Demaj në Prizren kaloi vitin edhe përkundër faktit se kishte 7 nota të dobëta. Nxënësja me inicialet KK në shtatorin e vitit të kaluar doli nga klasa e 10 në të 11-ën edhe pse kishte nota jo kaluese në 7 lëndë. Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren para se të niste viti shkollor 2014-2015 i kishte rekomanduar gjimnazit Remzia Demaj që nxënësat të rivlerësohej në lëndët ku nuk ishte notuar ose kishte notë të dobët. Kam kërkuar nga drejtoria e shkollës që kam rekomanduar që të shikohet mundësia të hyet në riprovime në lëndët të cilat kam ngelur ose kam mbetur e pa notuar. Këtë rekomandim Qosha i thot se e ka bërë, pasi ambasada e Kroacisë e ka kërkuar këtë gjë, nga se nxënësja ishte riadhësuar në Kosovë nga shteti kroat. Por rekomandimi drejtorit Qoqaj nuk u zbatua në gjimnaz dhe nxënësja qëndroi për 5 muaj në klasën e 11 edhe pse nuk e kishte fituar këtë drejt. Kallxo.com siguroi ditarin ku shihen 7 nota të dobëta të mbyllura të nxënësve në klasën e 10, ndërsa ajo ishte pa notuar në lëndën e matematikës. Arsimtarja e kësaj lënde Dile Prekpalaj shpjegon se pse nuk e notoi këtë nxënëse. Unë nuk e kam notuar nxënësen për shkak se e di se ajo ka përsërit klasën me 7 të dobëta edhe është regjistruar e pa rregullt në klasën e 11. Ajo thot se kjo nxënëse ka 8 vjet që është riadhësuar, ndërsa sugjeron që të pyetë drejtori i gjimnazit se si ka mundur që ajo ta kaloj klasën e 11 pa i pasur të gjitha notat kaluese. Mundi me pyet drejtorin e shkollës se çush është regjistruar, ajo është regjistruar në ditar, po faktikisht unë e di se ajo ka humbur vitin me 7 dobëta dhe për me u regjistruar në klasën e 11 ajo duhet mi pas të gjitha kaluese. Drejtori i gjimnazit, Salia Demaj, e pranon faktin se nxënësja është e riadhësuar që më shumë se 8 vite, mirë po thot se janë munduar ta nxjerrin atë nga situata e pakëndshme. Ja kemi dhënë shansin me e provu, kemi shpresu se mos po tregon rezultate, mirë po ajo sërisht e ka tregu të kundërtën, dhe më nuk është në klasën e 11. Drejtori i arsimit në Prizren, Nejat Qoshaj, thot se nuk ishte dijeni që rekomandimi i drejtorisë nuk po zbatohej dhe që nxënësja ka kaluar pa u rivlerësuar në klasën e 11. Për këtë fenomen kam mësuar më vonë, kur kanë ardhur inspektorët, domethënë në dikun ka muaj 8 nëntor, kanë ardhur inspektorët e arsimit dhe janë interesuar, unë kam thënë se nuk e di, sepse është e natyrshme që të mos dihet edhe procedura se si kanë ndjekur. Pastaj inspektorët kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë mbështetur rekomandimin që ka lëshuar Drejtoria Komunale e Arsimit, kanë kërkuar, kanë marrë proces verbalin e inspektorëve të arsimit, kanë kërkuar që të rivlerësohet dhe nxënësja është rivlerësuar, ka hyrë në provim, i ka marrë notat e dobëta në të 6 lëndët dhe Drejtoria e shkollës është detyruar që ta largojnë nga shkolla. Zyrtar nga Inspektorati i Arsimit në Prizren bëjnë me dije se deri në janar të këtij viti, gjimnazi nuk ka zbatuar rekomandimin e Drejtorisë së Arsimit për nxënësen me inicialet KK. Deri në vizitën tonë më 6 janar 2015 nuk është kryer rivlerësimi. Ne e kemi rekomanduar drejtorin e shkollës që të zbatojë rekomandimit e Drejtorisë Komunale të Arsimit. Pas kësaj, Drejtoria e shkollës ka formuar komisionin dhe nxënësen në fjalë i është nënshtruar riprovimit. Dhe më datën 28 janar 2015, shkolla na ka njoftuar se ka organizuar rivlerësimin dhe se suksesi i saj ka rezultuar me 6 nota të dobëta. Edhe arsimtarja e matematikës Dile Prekpalaj tregon se rivlerësimi i nxënësve është bërë vetëm në janar. Jo, nuk është bërë rivlerësimi. Rivlerësimin tash e kena bërë me datën 19 muaj 2 2015. Në ka detyruar drejtori me rivlerësu. Pasi është regjistruar tash në vitin 2015 me 19/2. Ju si mëdhënëse dhe me përvoja, mendoni a është në rregull kjo? Jo, nuk është në rregull kjo fare, s'është në rregull. Dhe mirë, Filipun vjen që pas një hulumtur rastin. Drejtori i arsimit Nejat Qoqaj paralajmëron formimin e një komisioni për ta shqyrtuar shpërfilljen që në gjimnazin Remzia Demaj i u bë rekomandimit të drejtorisë që ai udhëheq.